Shqiptarët kanë jetuar gjithmonë mes dritës dhe hijes, mes asaj që shihet dhe asaj që vetëm ndjehet. Për shekuj me radhë, bestytnit kanë qenë buroja jonë e padukshme, mësimet të transmetuara nga gjyshet, nënat dhe brezat e vjetër, që na paralajmëronin nga syri i keq, shenjat e rrezikut dhe oguret e padukshme. Edhe sot, shumë prej këtyre zakoneve vazhdojnë të ndikojnë në jetën tonë pa e kuptuar. Në këtë video do të zbulojmë bestytnit më të fuqishme shqiptare dhe origjinën e tyre të lashtë. Abonohuni në kanalin ton dhe më tregoni në komente. Cilën bestytni e keni dëgjuar nga gjyshërit tuaj? Syri i keq, armiku i padukshëm i shqiptarëve. Në gjithë trojet shqiptare, syri i keq është konsideruar rreziku më i madh i padukshëm, një forcë që vepron pa zë dhe pa gjurmë. Pikërisht për këtë arsye u krijuan disa nga bestytnit më të forta të trashëguara brez pas brezi. Një prej tyre është vendosja e hudhres në rroba, sidomos tek fëmijët, për të thithur energjinë negative. Po ashtu, nënat paralajmëronin: mos lavdëro bukurinë e fëmijës, sepse fjalët e ëmbla mund të tërheqin me njëherë me syshin. Një tjetër rregull i hekurt ishte: mos e ekspozo fëmijën tek shumë njerëz, që të mos bie në sy të keq. Madje edhe të rriturit ruheshin. Besohej se nuk duhet i shikosh njerëzit gjatë gjumit, sepse mendja e tyre është e pambrojtur dhe mund të preket lehtë nga zilia. Të gjitha këto rito krijuan idenë e një lufte të vazhdueshme mes njeriu dhe syrit që vëzhgon nga errësira. Bestytnit e mbrojtjes: Hajmalia, Kripa, Thika dhe Ritet mburoj. Shqiptarët e lashtë besonin se e keqja udhëtonte natën, prandaj duhej penguar me çdo mënyrë. Hajmalia, një nga objektet më të përhapura, vendosej tek fëmijët, nuset dhe madje edhe kafshët. Brenda saj fshiheshin copa letre me ajete, gjethe dafine ose copa nga rrobat e një njeriu të bekuar. Kripa, simboli pastrimit, hidhe në pragun e derës për të mos lënë hije të këqija të hynin brenda. Thika poshtë jashtëkut përdorej për të prerë makthet dhe për të larguar ëndrat e rënda. Në disa zona, njerëzit nuk dilnin natën pa mbajtur me vete një send të mpret. Ujërat e bekuara, tymi i dëllinjës, rrethi i kuq dhe fjalët mbrojtëse ishin armët kryesore kundër energjive negative. Këto rite krijuan një kulturë të tërë mbrojtjeje, të cilën shumë shqiptare praktikojnë ende sot, qoftë edhe thjesht nga zakoni. Shtëpia dhe zjarri, rite që sjellin fat dhe largojnë energjitë e këqija. Shtëpia shqiptare shihej si një qenie e gjallë që duhej respektuar. Në shumë zona nuk lejohej të fshihej natën, sepse besohej se fshihej fatin dhe bereqetin. Kur hape një shtëpi e re, bëhej gjithmonë riti i bukës dhe kripës, dy simbole të besës dhe mbrojtjes. Për dhomën e zjarrit ekzistonte tabu: mos e ndëro vendin e vatrës, sepse ngatërohen shpirtrat e shtëpisë. Po kështu, nuk duhej kaluar përpara dikujt që pinte kafen, sepse ndërpritej ylli i fatit. Mos i jep zjarr dikujt natën, sepse besohej se i jep energjinë tënde. Disa familje mbanin një enë me ujë në qoshet të shtëpisë për të thithur energjitë negative. Edhe pse sot këto zakone duken të çuditshme, shumë prej tyre kanë mbijetuar nga frika se shtëpia ofendohet dhe sjell konflikt brenda familjes. Fëmijët dhe foshnjat, besimet që lindën për t'i mbrojtur. Foshnjat konsideroheshin qenie të brishta, të pambrojtura nga bota e padukshme. Prandaj, shumë bestytni u krijuan posaçërisht për ta. Mos e lër fëmijën të qaj gjatë natën, sepse qielli e shënon. Mos e lavdëro shumë, për të mos i rënë në sy të keqit. Fëmijëve u vendosej brezi i kuq, të cilit i atribuohej mbrojtje nga zilia dhe shpirtrat e ndacak. Këmisha e parë nuk duhej hedhur kurrë. Ruhej si mburoj për jetën. Në disa treva, kur një i huaj hynte në shtëpi, duhej të prekte fëmijën lehtë në dorë që të mos lindte gjurmë të keqe. Disa nuseve u ndalohej të shikonin foshnjat përpara se të lindnin fëmijën e tyre. Këto rituale ishin më shumë se zakone. Ishin instinkti i një populli që donte t'i mbronte më të vegjëlit me çdo mënyrë të mundur. Fati dhe prosperiteti, rregullat e padukshme që sjellin ose largojnë fatin. Shqiptarët besonin se fati është i brisht dhe i prekshëm. Një nga bestytnit më të njohura është mos numëro njerëzit në tavolinë, sepse sjell ndarje. Gjithashtu, mos jep para natën, se dërgon larg bereqetin. Mos hap çadër brenda, një shenjë e vjetër që lidhej me ndarjen e të vdekurve. Nëse po udhëtoje diku dhe të binte diçka në tokë, nuk duhej të kthehesh ta merrje, sepse e prisje fatin. Në disa zona,
Nuk duhej të ktheheshe nga rruga sapo niseshe. Nëse të duhej diçka, të sillnin të tjerët. Ritet e fatit përfshinin hedhjen e ujit pas njeriut, të cilit i besohej se hapte rrugën. Tek disa familje, ditët e caktuara quheshin ditë të bardha ose ditë të zeza dhe nuk duhej nisur asnjë punë pa e parë ogurin. Shenjat dhe paralajmërimet. Mesazhe që shqiptarët i marrin si ogur. Shqiptarët kanë një marrëdhënie të gjatë me shenja. 3 trokitje natën shpesh konsideroheshin njoftimi së keqes. Nëse gishtin pire i parë syje, besohej se dikush të përmente. Kur qeni lehte drejt një pike të errët, thuhej se po shihte një shtrat të padukshëm. Thyerja e pasqyrës ishte një tabu e madhe. Sillte fat të keq për 7 vjet, sepse pasqyra shihej si sy i shpirtit. Nëse një pjatë thyhej vetëm një herë, sillte lajm të mirë. Nëse thyhej 2 herë brenda ditës, shpallte konflikt. Flakërimi i zjarrit, trokitja e dritares pa erë, kërcitja e mobiljeve, të gjitha interpretoheshin si mesazhe të padukshme. Për shumë shqiptar të vjetër, asgjë nuk ndodh kot. Çdo tingull, çdo lëvizje, çdo thyerje kishte një kuptim. Udhëtimi dhe rruga. Tabut e nisjes që nuk duhen thyer kurrë. Kur dikush nisej, udhëtimi ishte një çast i shenjtë. Bestytnia më e rëndësishme. Mos u kthe pas sapo ke dal nga shtëpia. Nëse harroje diçka, duhet të ta sillnin, përndryshe sjell keq. Po ashtu, duhet të shkelje me këmbën e djathtë në prag. Disa familje hedhin pak ujë pas udhëtarit, që rrugat i shkojë lehtë si uji. Nëse dikush të thëriste nga prapa, nuk duhet i përgjigjeshe derisa të ishe më larg. Udhëtarëve nuk u jepej krip, sepse mendohej se merrnin fatin me vete. Në rast se një udhëtar nisej natën, njerëzit i hapnin rrugën me një dritë në dorë për të shmangur hijen e errët. Udhëtimi shihej si kalim mes 2 botëve, prandaj edhe më i rrezikuari nga energjitë e padukshme. Të vdekurit dhe të parët. Ritet e heshtura të respektit dhe frikës. Vdekja në kulturën shqiptare nuk trajtohej kurrë si fun, por si dalje drejt një bote paralele. Prandaj bestytnit rreth të vdekurve janë të shumta. Mos përmend të vdekurin natën, sepse shpirti mund të afrohet. Mos sill sende nga varreza, sepse ato mbajnë energji të rëndë. Mos ec mbi varre, sepse shkeljet e tronditin shpirtin. Në disa zona, dritaret e shtëpisë hapeshin natën që shpirti të gjente rrugën. Familjet nuk linin pasqyra të hapura gjatë mortit, për të mos kapur energji. Riti i të parëve, një heshtje e caktuar, një pjatë e veçantë, një dritë e vogël, ishte mënyra për të mbajtur respekt dhe distancë. Disa familje nuk qetheshin ose nuk lanin rroba për ditë të tëra pas vdekjes së dikujt. Besimi ishte i thjeshtë. Të vdekurit janë pranë nesh në heshtje. Bestytnit e dasmave. Ritet për lumturi dhe mbrojtje të çiftit. Dasma shqiptare ka qenë gjithmonë një ceremoni e mbushur me bestytni për fat dhe jetë të mbarë. Nusja nuk duhet të shikonte pas kur dilte nga shtëpia, sepse kthem fatin mbrapsht. Ajo duhet të shkelte me këmbën e djathtë kur hynte në shtëpinë e re. Shpesh fute një buk ose monedhë nën jastëk për bereqet. Mos jep me borxh në ditën e dasmës, sepse martesa humb prosperitet. Në disa zona, nusja nuk duhet të shite veten në pasqyrë me fustanin e nusërisë para ditës së dasmës. Hedhja e sheqerit dhe orizit mbi qift simbolizonte pjellorinë. Disa bestytni lidhen me muzikën. Nëse këndohej këngë e trisht, sjell lot në shtëpi. Edhe sot, në shumë dasma shqiptare, këto rregulla ndiqen pa e vënë re. Tradita që ndërthur fatin, dashurinë dhe frikën nga e panjohura. Bestytnit shqiptare janë shumë më tepër se thjesht zakone. Ato janë histori, frikëra, mbrojtje dhe kujtime të një populli që ka mësuar t'i besoj botës së padukshme, po aq sa asaj të dukshme. Nëse i keni praktikuar ndonjëherë, edhe pa e ditur, nuk jeni vetëm. Këto rite kanë kaluar brez pas brezi dhe vazhdojnë të jetojnë në çdo familje shqiptare. Faleminderit që qëndruat deri në fund. Mos harroni të abonoheni për më shumë mistere dhe tradita shqiptare, dhe shkruani në komente. Cilat bestytni keni dëgjuar nga familja juaj?